Bismillahirrahmanirrahim. Nuk ka pikë dyshimi se ne si besimtar besojmë që njëra nga arsyet pse ne jemi në këtë botë është që të punojmë mirë. Allahu i Madhreshëm në Kur'an na thotë që e kam krijuar vdekjen dhe jetën në mënyrë që t'ju sprovoj kush është më vepër miri nga ju. Pra, ne besojmë që njëra ndër arsyet pse ne jemi në këtë botë është të punojmë mirë. Dhe besimi i dytë që na kultivon feja gjithashtu është se të vepruarit mirë ose puna e mirë është njëra ndër 3 shtyllat që na garanton shpëtimin edhe në botën tjetër. Besimi në Zotin e Madhreshëm, besimi në botën tjetër dhe të vepruarit mirë janë 3 shtylla të cilat na garantojnë shpëtimin edhe në botën tjetër, marr parasysh që ne besojmë se jeta e njeriut nuk përfundon vetëm me vdekje ose vetëm me jetën e kësaj bote. Megjithatë, ku mund të ekzistojë problematika? Problematika mund të ekzistojë kur ne kemi perceptim jo të duhur përkitazi me veprën e mirë. Çka është vepra e mirë dhe kush është njeri i mirë? Shpesh ndëgjojmë se një njeri fetar është i mirë ose është njeri i mirë. Kjo pikpamje është e saktë, por me një kusht, që ky njeri i mirë të ketë marrë në mënyrë të drejtë kuptimin e fesë. Pra, feja ose të kuptuarit e fesë siç duhet, sigurisht që duhet prodhoj njeri të mirë. Mirë po, nëse fetaria, pra fetaria si përpjekje e njeriut me zbatu fenë, nëse fetaria është e shtrembruar, nëse ja kemi huq të feja, të pikpamja jonë për fenë, dhe kjo fetari nuk përputhet me vlerat dhe idealet në cilat rreth feja, pra e kemi fenjën e nanë dhe e kemi fetarinë e cila ka deviju nga idealet e fesë, kjo situatë mund të prodhoj fetar, por jo detyrimisht njerëz të mirë. Prandaj, kur themi çdo fetar është njeri i mirë, me kusht nëse është akceptu si duhet çështja e fesë. Përndryshe, nëse akceptohet jo mirë fetaria, domethënë atëherë mund të kemi fetar, por jo detyrimisht edhe njerëz të mirë. Nëse devijon fetaria nga idealet e fesë, atëherë shoqëria mund të ketë njerëz fetar, por jo njerëz të mirë. Shoqënia pa njerëz të mirë është shoqëri e smur. Sa do të jetë e mbushur me njerëz që ndoshta në pamje të jashtme duken si fetar. Allahu i Madhreshëm në Kur'anin Fisnik, në ajetin në kapitullin El-Baqara, në ajetin 177 na thot: nuk është e tërë e mira, nuk është pra koncepti i të mirës i kufizuar në kthimin e ftyrave tuaja nga lindja apo perëndimi. Pra, nuk është çështja e të mirës vetëm çështje forme. Por, mirësia e vërtet është të besosh Allahut Madhreshëm, ditës së gjykimit, engjujve, librit, pejgamberëve dhe pasurinë që e do u jep të afërmëve, bonjagëve, të varfërve, udhëtarëve, lypsve dhe atë pasuni e përdor për lirimin e robëve. Pastaj, dhe ai që e fal namazin, e jep zeqatin, dhe ata që kur premtojnë, e zbatojnë, dhe të durueshmit në skamje, në smundje dhe në flakën e luftës. Të tillët janë të sinqertit dhe të tillët janë të devotshmit. Ky ajet i përfshin disa themele të perceptimit sakt fetar. E përfshin besimin, numër 1, pra pikpamjen e sakt për Zotin, pikpamjen e duhur për Zotin, e përfshin çështjen e ritualeve, pra përkthimit të këtij besimi në ritual, në përjetim, në emocion ndaj Zotit Madhreshëm. Pastaj e prek çështjen e sjelljes, çështjen e moralit,
çështjen çysh e trajtojmë pasurinë dhe specifikisht mirësinë tonë përballë shoqënisë ku ne jetojmë. Prandaj, aq sa ne besojmë se ekzistojmë këtë botë për arsye të veprave të mira, pra njeriu është kriju me bë mirë në këtë botë, dhe bindja jonë se veprat e mira janë arsye e shpëtimit tonë në botën tjetër, pasi të kemi besu sakt në Zotin dhe në botën tjetër, atëherë si vlerë të tretë do të ishte akceptimi sa më i sakt i veprës së mirë. Pra, ç'është vepra e mirë? Pra ne kemi nevojë me njoft Zotin e Madhreshëm, me i besu Zotit, me i besu botës tjetër, me i besu veprës së mirë, por kemi nevojë gjithashtu me kuptu çfarë është vepra e mirë. Vepra e mirë është çdo punë që u sjell dobi të tjerëve. Sa më e madhe të jetë kjo dobi, aq më e lartë është vlera e kësaj pune të mirë. Kriteri i veprës së mirë është dobia që ajo sjell për të tjerët. Në bazë të këtij definicioni, pra, për të kryer vepra të tilla, njeriu duhet të çlirohet nga egoizmi. Sepse ti dëshiron të bësh mirë. Të bësh mirë është t'ju shërbesh të tjerëve, shoqënisë dhe vendit njerëzve ku ti jeton. Sepse vepra e mirë është çdo dobi që ti u sjell të tjerëve. Dhe në këtë ballafaqim ose në këtë përpjekje, gjithmonë futet egoizmi. Pse? Sepse egoizmi çdo gjë e don për veten e vet. Prandaj, për ta kryer një vepër të mirë, njeriu duhet të çlirohet nga egoizmi, nga uni, nga vetvetja. Dhe këtu është rëndësia e ritualeve dhe besimit Zotit dhe e fesë. Dhe këtu ndërhyn feja. Feja si tërësi, besimi në Zotin dhe adhurimet që ne ja përkushtojmë Zotit, në thelb janë përgatitja shpirtërore për këtë lloj flijimi ose për këtë tendencën me u çliru nga egoizmi. Pra, gabimi ku është? Gabimi është që ndonjëherë adhurimet ne i konsiderojmë vepra të mira. Por ne harrojmë që adhurimet janë vepra të mira që na ndihmojnë neve mu çliru nga egoizmi për të bërë më vonë mirë. Por nëse ne e përkufizojmë ose akceptojmë që fetaria është vetëm kryerja e ritualeve, atëherë ne kemi kryer rituale, por nuk kemi kryer vepra të mira, sepse ritualet janë me çliru njeriu nga egoizmi dhe me kriju, idenë që ti ekziston këtë botë më shërby ose më ndihmu të tjerëve. Shiqoni çfarë thot pejgamberi jon alayhis salam. Më i dashuri tek Allahu është ai që është më i dobishmi për tjerët. Ndërkaq, Allahu i Madhreshëm thot, kush bën mirë, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ne do t'i bëjmë atij të jetojë jetë të mirë dhe do ta shpërblejmë me të mirat e asaj që ka punuar. Adhurimi ndaj Zotit duhet na çojë drejt veprave të mira pastaj. Pra, adhurimi është momenti kur ne nëpërmjet Zotit, lidhjes tonë me Zotin, e luftojmë egon, e luftojmë, atë unin ton individual për ta qelë derën mrapa të veprave të mira dhe shërbimit të shoqënisë në ku ne jetojmë. Këtu ekziston një pjesë e problemit, sepse jo gjithë fetarët e akceptojnë kështu. Një pjesë e fetarëve e akceptojnë që puna e mirë është me u fal edhe që aty përmbyllet çdo gjë. Ndërkaq që të falurit është si qelës, është si derë që na ndihmon neve me u liru nga egoizmi për të bërë tutje vepra të mira. Në kuadër të kësaj analize, për të cilën besoj që kemi nevojë, për mendimin tim, ekzistojnë 3 keqkuptime që kërkojnë reflektim për kitazime fen dhe vepra e mirë, feja dhe të vepruarit mirë. Numër 1. Ne e ngatrojmë adhurimin me veprat e mira. Ose thënë më thjesht, ne mundohemi me zavencu konceptin e veprave të mira me adhurime. Pra, ne ndonjëherë nuk bojmë asgjë në shoqëni, nuk kemi kurfar kontributi të veprave të mira në shoqëni, por këtë mungesë të veprave të mira mundohemi me
kompenzu ose me zavendësu me adhurime. Adhurimet janë çështje për ty. Funditës, adhurimet janë çështje që të avancojnë ty, por ti akoma nuk ka arrit të jesh i dobishëm për rrethin dhe shoqërinë ku jeton. Besoj që e keni vrejt. Shumë njerëz, si të përmendet punët e mira, aty në ju shkon mendja të falurit, të agjerimi, thjesht të bota e ritualeve. Sa herë të kemi net të mëdha, sa herë të kemi, domethënë, evente të natyrës fetare, zakonisht i nxisim njerëzit punojnë mirë. Por çka synojmë me fjalën punë e mirë, kryesisht domethënë e akceptojmë botën e ritualeve që është korrekt, por nuk është e tëra dhe nuk guxojmë të përkufizohemi vetëm në botën e ritualeve. Adhurimi pra është mjet për ta zbutur egoizmin, për ta qelë derën drejt sjelljes së mirë, drejt ndihmës, drejtësisë dhe ndërtimit të shoqënisë. Nëse nuk e kuptojmë kësaj, çka na ndodh? Na ndodh kemi njerëz fetar, shoqënit prapambetun. Isha dashur me argumentu këtë çështje me një varg kuranor, me një ajet kuranor në surën Hajj, ajeti 77. O ju që besuat, faleni namazin me ruku dhe sejdë, dhe vetëm Zotin tuaj adhurojeni. Bëni punë të mira, pra dobishme, se do të gjeni shpëtimin. Analizoni pak këtë ajet, që ky ajet, domethënë, po e ndon për një moment konceptin e adhurimit, po na kërkon adhurim, mirë po, nuk po lën me kuptu që adhurimi është vepra e mirë, masnaj po thotë dhe bëni mirë, domethënë, pendon adhurimin për kushtimin tonë ndaj Zotit dhe mbrapa po thotë nuk është krejt kjo vepra e mirë, pastaj po thotë bëni mirë, vazhdoni të bëni mirë. Pra, çlirohuni nga egoja nëpërmjet adhurimit dhe vazhdoni të bëni mirë. Domethënë, nuk pe përthekon ose nuk pe kufizon punën e mirë vetëm në rituale. Pra, vepër e mirë në të vërtetë është çdo veprim që fuqizon dhe përparon shoqëninë. A besoni që ky kuptim i veprës së mirë është theksuar nga një dietar i madh, sepse këtynëherë njerëzit goxha thellë e kanë kuptuar filozofinë e veprës mirë. Abdullah ibn Mubarak, në njërin prej letrave të tij që ja dërgon Fudail ibn Iyad, Abdullah ibn Mubarak ka qenë vit frontit, ka punu natë ditë me siguru vendin, e Fudail ibn Iyad ka qenë imam në Qabe. E ky Abdullah ibn Mubaraku ja ka qenë një letër prej frontit, ja ka qenë një letër imamit të xhamia, të Qabja, që zakonisht i thuhet imami 2 xhamive të shejta. Dhe i ka thonë: o imami 2 xhamive, nëse do të na shihje neve, do të kuptoje se adhurimi yt është sikur lojë. Sikur të na kishe pati neve, çfarë po bëjmë ne atje, adhurimi yt të Qabja tuk i zhdok lojë. Nuk është e njëjtë të lash faqet me lot, sikur ti lash ato mollzat, domethënë faqet e tua me gjakun e luftës. Është një letër e gjatë, po në thelb po tregon se në rregull është ti je imami i haremit, je ty i bë ritualet, je ty shërby njerëzve, pa diskutim, por mos harro, ka njerëz sikur ti që janë duke i shërby shoqënisë, e ka si që janë duke nejtë në për spitale, në për shkolla, e nana, e bija, të cilët natë ditë i shërbejnë njerëzve. Këta njerëz, domethënë, janë duke i ofru shoqënisë vepra të mira, as siç e tham fillim, Allahu krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju sprovoj kush nga ju është më vepër miri. Madje jo veç vepër mirë, më vepër miri, ai që bën punën më të mirë. Që kjo është problemi i parë. Pra, nuk është korrekt, nuk është e saktë që të mundohemi ta zaventsojmë veprën e mirë me adhurime. Pra, kur ne nuk kemi diçka për veprave të mira përballë shoqënisë, dhe këtë mungesë mundohemi me zaventsu me rituale. Pa dasht me zhvlerësu ose me nënvlerësu ritualin, sepse ai është përkushtim ndaj Zotit dhe ka madhështinë e vet. Mirë po, qëllimi është që ky përkushtim ndaj Zotit
të fisnikroj ty, që pastaj ti t'jesh i dobishëm për vendin ku jeton. Problemi i dytë është kultura e përçmimit të kësaj bote. Ideja që zakonisht njerëzit kur flasin për besimin, për fen, ta krijojnë përshtypjen që me qenë fetar është mos me tani për asnjë gjë të kësaj bote. Se, domethënë, kjo botë s'ka asnjë lloj vlere. Dhe ky është një keq kuptim me të vërtet serioz. Pse? Sepse ti jeton një botë nëpërmjet cilës synon me fitu botën tjetër. Dhe një botë e cila ta siguron ty botën tjetër, nuk mund të thuash që ajo nuk është e rëndësishme. Ajo është e rëndësishme, sepse mënyra që ti sillesh në të, ta garanton botën tjetër. Kjo botë mund të jetë e parëndësishme, vetëm nëse ti e përdor këtë botë në asë forme që kjo botë nuk ta siguron botën tjetër. Nëse kjo botë nuk ta siguron botën tjetër, është e pavlerë. Por nëse kjo botë ta siguron botën tjetër, kjo është botë me vlerë. Domethënë, Islami nuk erdhi të na ndihmoj ta urrejmë dynjan, ta urrejmë të mirën e kësaj bote. Por erdhi të na mësoj, ta ndërtojmë, ta përmisojmë dhe na instaloj idenë që duke ndreq këtë botë mundu me fitu botën tjetër. Pra, Islami erdhi me idenë që kjo botë edhe ajo botë janë një vijë. Dhe bota tjetër fitohet nëpërmjet kësaj bote. Pejgamberi alayhis salam tha, nëse vjen dita e gjykimit, nëse ndodh kiameti dhe në dorën e ndonjërit për jush është një fidan, le ta mbjell atë. Po qysh me mbjell, është u bo kiameti? Le ta mbjell atë, se është detyra jote është me mbjell në këtë botë. Detyra jote në këtë botë është me bo vepra të mira, me ndërtu jetën me vepra të mira. Pyetja shtrohet, qysh mundesh me bo vepra të mira në një botë ku ti nuk e vlerëson? Është paradoksale paksa. Ky hadith, kjo thonje profetike, na tregon se feja dëshiron veprime konkrete që përmisojnë jetën. Problemi i tretë është humbja e ndjesisë së prioriteteve. Domethënë, ideja prioriteteve. Shishoni, që kjo puna e Gazas në Palestinë dhe njerëzve që shkojnë me miliona në umre, në vizitat e Qabes, po tregon se, domethënë, shumë fetar ka njëherë nuk janë të aftë të kryjnë detyrat e momentit, e qastit, ato që janë permanente, ato që janë detyrë e momentit, dhe duke qenë se ata s'po munin me i kry detyrat e momentit, dhe kjo pju prodhon ndjenja jo të mira, pju krijon një farë lloj fajësie, për me shëru këtë lloj fajësie, ata quhen bojnë vepra tjera të mira që i kanë të mundshme. Dhe me këto vepra tjera të mira, mundohen thjesht me mbush këtë vakumin ose këtë fajësinë e mungesës se veprave të mira të momentit. Veprat e mira jo gjithmonë kanë të njëjtën vlerë, sepse vlera e veprave të mira është ndërlidhur mosh me momentin. Është një moment që vepra mirë vlerësohet, domethënë, deri në 700 fish. E njëjta vepër, kur nuk e ka momentin, nuk vlerësohet si e tillë. Prioritetet bazohen në bazë të dobive dhe nevojave të njerëzve. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhis salam, njeriu më i dashur tek Allahu është ai që është më i dobishëm për tjerët, është më i dobishëm për njerëzit që e rrethojnë. Me një fjalë, njeriu i mirë është ai që i beson Zotit Madhreshëm, e adhuron Allahun e Madhreshëm. Ky besim, ky adhurim, kjo fetari i ndihmon atij që të jetë më i mirë, në kuptimin që t'ju ndihmoj njerëzve, t'i mbroj njerëzit, e mëson të jetë më i kujdesshëm, thjesht feja, besimi, adhurimi e mëson njeriu t'ia shet dikush hajrin, siç themi në gjuhën e thjeshtë. Pra, nëse ty ta shet dikush hajrin, ti je një fetari, domethënë të rregullt. Nëse ty nuk ta sheh hajrin askush, ti nuk je një fetari të rregullt, sepse nëse ne të gjithë bëhemi sikur ti, i bjen që ne kemi një
vend ose një shoqëni plot njerëz vetar, kërkush nuk ja sheh hajrin. Prandaj, problemi kanjëherë nuk është te mungesa e fesë, por është te keqkuptimi i saj. Gabojnë njerëzit kur shohin fetar, si me thonë, parazit, që si ja sheh kërkush hajrin, edhe tash këta njerëz quhen e ofendojnë ose e luftojnë fenë. Nuk është problemi te feja, është problemi te keqkuptimi i fesë. Zoti kërkon të jemi të drejtë, kërkon të jemi të mëshirshëm. Zoti kërkon të jemi të dobishëm. E bukura e fesë është se ajo erdhi ta ndriçojë jetën. Dhe këtë ndriçim të jetës e bën duke ndriçuar njeriu. Prandaj, kur ne jetojmë me një hapësirë ku nuk ka ndriçim të jetës, dhe aty ka fetar, i bën që këta fetar kanë një problem, sepse feja ka ardhur me ndriçu jetën, por ka ardhur me ndriçu jetën nëpërmjet njeriu, të ndriçu njeriu. Dhe nëse njeriu fetar nuk arrit me ndriçu vendin ku ai jeton, i bën që këtu kemi një keqkuptim të thellë të fesë. Le ta mbajmë në mend se adhurimi më i madh është shërbimi ndaj njerëzve, është me ta pa dikush hajrin. Dhe në këtë mënyrë, devotshmëria kthehet në veprim. Fetaria kthehet në veprim. Veprat bëhen pasqyrë e fesë. Dhe kur veprat bëhen pasqyrë e fesë, atëherë shoqënia ecë përpara, atëherë kemi progres, atëherë kemi zhvillim. Atëherë ne e arsytojmë lidhjen tonë me Zotin. Atëherë ne e paraqesim formën më të mirë Zotin para të tjerëve. Atëherë ne ju tregojmë njerëzve që Zoti i Madhreshëm na ka dhënë thënë me rregullu jetën. Por parimisht ose si mënyrë parsore, feja ka ardhur mas pari me rregullu ose me ndriçu njeriu. Dhe me ndriçimin e njeriu të ndriçohet jeta dhe vendi ku ai jeton.